Po m'vjen keq edhe për juve pak si po maltraktoni kështu. Po është e vërtetë që është hera 6 që proteston. Unë po mendoj që nuk ka kurkush ndaj strategji ose ndaj taktik, po veç jemi mirë çështu kjo të shku në rrjedhën e vet. E keni pa mas pari me atë konfirmimin që na jem 6 deputet edhe që ato nuk e votuan. Tash ti po shihet që veç po dojnë milion çështu. Kjo pesha e fallit më e madhe për këtyne që i kanë 42 vota plus me ata alat të vet. Po mdoket që tash popullit Kosovës pe them, qashtu që shkini votu, që ati që ja keni dhonë shumicën, menoj që duhet edhe kryetari i parlamentit mu zgjedh qashtu që kanë votu populli Kosovës. Edhe nuk mujmë na me ndryshu na do. Si të ishim një situatë tjetër, nashta e kishim zgjedhë këtë problem. Që i bje kjo, që duhet me qenë dikush... Që ky popull e meriton kryetarin e kuvendit që ato që e kanë propozu vetë vendose. Se s'po e votoni sa këtë? Po i përbes, unë jam të këqyr edhe fitore pasollin e kisha votu. Edhe kisha votu edhe në një tjetër. I ka pas do probleme me toka që aty me megja, pa ato jenë ko gjash shfaqen e këtu në Kosovë. A mi propozu partiz që me votu me të kalu se nëse voton ju kalan? Unë jam ko gja praktik. Kjo është kushtetuese, ju takon atyne. Qa po më intereson mu janë që i mozhin vetë vendosje. S'kan donë le të qetë, t'ja votojmë edhe të kalojmë le të konsumon Albin Kurti që atë pjesën e vetë të formimit qeveris. Nuk mundet me bo, kalojmë pastaj në opozit. Po e boni Albin Kurti qeverin, që ky popull e meriton një qeverisit Albin Kurti që ashtu se këta kanë po. A e keni diskutu? Nëse propozojnë... Përves dile nuk dija marr pjesë mo. Unë e pishot të deklarat atë opozitës për dalin pjedhojnë, tani kur gjos po thojnë as për një gojve, sa? Po duhet diqysh me gjithë, më bëma praktik. A e keni diskutu brenda partisë me votu? Unë qëndrimet e mija gjithherë janë praktike edhe qysh me dalë për kësaj situatë. Kjo është baba ja. Nuk është jam lodh për ty, as nuk kombinoti me kërkon. Votat e aleancës janë të mjaftueshme për me u zgjedh. Edhe Albin Haxhi këtë. Po mirë, po na jemi si opozitë dhe kemi thonë që duhet si opozitë dojmë me afru një ofertë për qytetarët. Si opozitë. Po tash jemi të vorën pak, po këta as opozita as po mbledhet me votë që shpo dalë për kësaj situatë. Atë na jemi partia më e vogël thuaj. Na përpresim për këtyne që janë pak më të mëdhej. Ako para them që u jenë me Duda Balën, duhet po që keni pas komunikime së fundi shumë. Ja, bravisht kom raporte kolegiale me ta. Nuk ko që kom diku në naj sen, ose që kom naj projekt që mi thonë duqë, mëse votohet. Falënderit shumë.